Një studimet e fundit shkencore e thonë që fëmia nuk duhet të puthet, qoftë në duar, qoftë në faqe, nga anëtarët e familjes përveç prindërve, të cilët e kanë të njëjtën energji edhe nuk mund të bartin diçka, madje edhe ata me kujdes të shtuar. Sa e mbështeti këtë informacion të cilin rinia po e praktikon? Absolutisht e mbështes shumë mirë. E kemi edhe në libër këtë. E mbështes. Fëmia i posa lindun edhe spaku deri 1 vit nuk ka mbrojtje, nuk ka imunitet të fort me u përballu me ndonjë virus apo ndonjë bakterie që mundet i madhi me mbart. Nëse beba është e vogël edhe une për shembull jom vakcinu, kam X vakcina, edhe ka meningit viral. Une nuk jam, une kur fa shenja s'kom. Edhe shkoj, ja puthi bebës dorën, edhe direkt instikti i bebës është që dur të me shtin në gojë, definitivisht e kom infektum. Prandej nuk guxojna, as nuk guxojna me jelu veti, që me shku me infektu thmin për kur gjë heq, për një puthje, pëse s'pe puthën kokë, pëse s'pe... Dashunia ka 1000 mënyra që shprehet. Kur dini shkruni, edhe që dashuri, po jo me dashuri me rreziqe. Prandej, unë jam kategorike fëmin mos me i puth. Fëmin e vegjël, absolutisht jo. Po. Është burim i infekcioneve.